Ne kemi të ftuar në lidhje Viber më pret në Tiranë, por e din se ai është Elbasanli, thuhet ndryshe dhe nga Elbasani. Tedi Qopja, ekspert i ushqimit. Unë të përshëndes nga Prishtina. Përshëndetje Prishtina, përshëndetje. Faleminderit që më ftuat. Faleminderit shumë për ballakumen, është pikërisht ajo gjëja që unë jam në Elbasani dhe dashuroj ballakumen, se jam rritur në ballakumen. Është e vërtet. Tani Elbasani, natyrisht kur përmend Elbasanin, fjala tjetër. Nuk të dëgjoj fare. Nuk po më dëgjon? Jo. Okej, tani besoj të rregullohet më mirë. Tani më dëgjon më mirë tani. Pak më mirë, por shumë pak. Shumë në skond. Ndoshta nuk e di, nuk kam ndonjë ide tjetër, por besoj të rregullohet ndërsa do të flasim së bashku. Ja, tash pak më ndryshe. Po ndryshe për mirë besoj na dëgjon, apo okay. Kjo ka rëndësi. Ti vetë the që je Përshëndetje dhe faleminderit dhe jam i gëzuar që për herë parë marr pjesë në emisionin tënd, domethënë në Kotov, që s'kam folur shpesh për kulturën shqiptare më sot. Është hera parë dhe pjesa është realisht në derë që të gjithë trevat shqiptare të njohin kulturën, gatimet, pjesën e gastronomisë dhe kulinarisë, domethënë në përgjithësi. Kemi shumë për të folur. Po, Tedi, më thuaj, ti ishe 2 herë i lumtur kur dëgjove që ballakumi është trashëgimi kulturore jo materiale, 2 herë i lumtur duke qenë që je dhe një kryeshef ekspert i ushqimit, por njëkohësisht je dhe nga Elbasani. Po, absolutisht që po, shumë i lumtur, jo i lumtur, por klasisht i lumtur, sepse ballakumi është pikërisht ajo që ne na përcakton edhe pjesën e familjes, nuk është vetëm një recetë. Është receta që në momentin që protokollohet bëhet, ishte gjithë mbledhja familjare që ishte në festën e ditës verës, për themi, sepse ishte pikërisht ajo gjëja kryesore në ballakumi, jo vetëm receta, por edhe mbledhja e familjes, zonjat, gratë, nënat, gjyshet gatuanin ballakumen, fëmijët lodhin që kanë planuar atëherë ato kohë, edhe të gjithë kështu shkoshin në harmoni. A ka ndonjë histori, për shembull, edhe emri e di që në fakt ballakumja ka më shumë se 5 shekuj që gatuhet, përgatitet dhe kjo është tamam tradicionale nga Elbasani. Ka ndonjë histori vetë emri ballakume? Ma shpjego paksa nëse ke informacion? Tash ballakume, emri ballakume ne në Elbasani themi sepse në moment që gatuhet, përpiqet hapet, edhe bën si faqe ballakume, sepse është shumë e bukur dhe shumë e veçantë ballakume, pikërisht peka të vetën, se me miell misri, 100% me miell misri nuk ka asnjë recetë tjetër ëmbëlsire, sepse mielli i misrit nuk hidhet, po nuk pati glutenën ose pjesën tjetër të brumit. Kështu që ballakumja këtë ka vetë veçantën e vet, që bëhet vetëm me miell misri dhe me majën e miellit misrit të zitur. Besoj se dhe kolegët mi më ndihmojnë në këto momente për të më sjell pak, kemi edhe ca pamje, kështu kemi marrë në YouTube, duhet të justifikojemi sepse ne do të vim një ditë ande nga Elbasani, por kam një pyetje kështu personale, ti vetë gatuan, ke gatuan ndonjë ballakume? Dita verës në Elbasan vjen shpesh në gjithë trevat. Në Kosovë vjen tmerrësisht shumë njerëz në Elbasan sepse ka pas gjithmonë traditë që kanë pasur në moment 13 dhe 14 mars. Kanë ardhur që të festojnë të gjithë së bashku. Dhe më dëgjove ti vetë ke gatuar ndonjëherë, ke përgatitur ballakume? Po, patjetër si jo. Patjetër, a? E kemi mësuar që të vegjël receta trashëgohet, nuk është receta që rrihen në një vend, trashëgohet brez pas brezit dhe këtë ka edhe Elbasani, është fanatik i ballakumit, sepse vazhdon të trashëgon recetën. Okej, Arjan, më ndihmon pak, po flas me regjinë në këtë moment të kolegun tim që të sillim dhe këto pamje që jemi duke parë, sepse ja ku i kemi. Dëgjoj, kjo është aman është bënë në Elbasan, sepse është shkrifët, kështu si thuhet. Po, kështu duhet të jetë, shkrifët, pikërisht shkrifët. Kështu duhet të jetë. Ore, ju nga Elbasani, pse nuk e tregoni tamam recetën, e keni më themi ballakume që pjesa e kësaj që hapet, ajo futet ashtu si top, në momentin që piqet hapet. O Tedi, po pse nuk e tregoni paksa komplet recetën, e mbani një sekret ju, për shembull këtyre nga Tirana apo nuk e di, vende të tjera kanë nisur të nuk e tregoni. Problemi që
E di se mungon. Përgatitja, mënyra e përgatitjes. Dashuria që ne japim ballokumes. Dashuria, e bëni me dashuri. Sepse kemi 5 shekuj që merremi me atë punë. 5 shekuj që mezi e presim ditën e verës. 5 shekuj që në moment që gatuhet, domethënë nuk është thjesht receta, siç e thash më parë, është çdo gjë tjetër familje sa rreth preqarit. Pa është kjo dashuria 5 shekullore, Patjetër, po kjo është nga sekretet e ballokumes. Është sekret. Tjetër në fakt më na tregon një sekret tjetër, për shembull në përgatitje më duket se cila vezë duhet të Atje përgatitja e ballokumes ka një teknikë të veçantë që bëhet në enë bakri, sepse ena bakri të mban edhe pjesën e temperaturës së gjitha. Rrihet me dorë, se temperatura e dorës duhet të jetë ajo që shkrin gjalpin dhe sheqerin pas. Kjo ka një proces prej 40 minutash me dorë, rrihet me dorë. Tjetra është uji i finit, uji i thirit, hi me ujë i zgjerë dhe i kulluar. Gjë që e bën më të shkripët ballokumen, sepse jo shumë e përdorin unë i finit, por kjo e bën pikërisht edhe pjesën që të jetë nga shumë e shkripët. Beza hidhet një nga një, jo e gjithë për një. Një nga një. Rrihet, hidhet një kokërves, hidhet një kokërves tjetër. Domethënë kështu është procesi i ballokumit. Dhe tjetra është e pjekja, që është shumë e rëndësishme dhe pjekja. Tash, momenti i ballokumit është sepse ka vetëm miell misri, domethënë është pamundur që ta gjetesh pa miell gruri. Pa duhet miell misri. Produkte që hidhet vetëm miell misri. Interesant, kam dëgjuar që në ballokume që është përgatitur për shembull sot, mund ta konsumosh edhe pas disa muajve më duket, jeton megjithëse ka vezë brenda. Edhe ky është një sekret, se zakonisht gjërat që bëhen me vezë nuk mund t'i konsumosh. Ballokumja mund të jetojë edhe deri në një vit. Nuk është problemi i vezës, problemi i procesit që ti lidh vezën me ujin e finit edhe me për shembull, nuk po hedh qumësht. Ballokumet qumësht nuk i hedhim asnjëherë. Okej, gabim, domethënë kjo është gabim, nuk është, me siguri kjo anvise nuk është nga Tirana, nga Elbasani, me siguri është një qytet tjetër. Jo, kjo është gabim, sepse ne nuk fillojmë qumësh kurrë, pastaj me qumësh dhe grabie, nuk del ballokume. Duhet, jo qumësht. Kemi gjetë video gabim. Unë jam fanatik i ballokumit, kështu që bën receta saktë ose bën fare. Prandaj të morëm tyne, se këto video e morëm jemi në YouTube. E këtu për shembull besoj se është bërë pa qumësht, është bërë me atë ujin që the ti. Ajo ka një gjë, nuk i hidhet, ballokumja ka diçka, nuk i hidhet asnjëherë gjëra ekstra. Domethënë ka teknikën dhe recetën e vet që trashëgohet shekull pas shekulli, dorëpres pas bretit. Nuk ka ndryshuar kurrë. Recetë, vazhdon në një recetë. Rëndësishme se si do jetë gjalpi, rëndësishme se si do jetë mielli, domethënë sitja miellit, çdo gjë ka rëndësinë e vet të ballokumit. Dhe kjo është një proces që fillon një muaj përpara, nuk fillon në një javë ose një ditë përpara se sa bëhet. Ta lem këtë muhabetin në përgatitjes së ballokumit, do të vim atje në fakt tek ti, një moment të na gatuash të marrim dhe kamerën. Ti ishte kënaqësi, false në preva që unë të vi dhe ta bëj atje tek. Po edhe këtë, mund ta bëjmë edhe këtë. Kemi një kuzhinë këtu poshtë patjetër, edhe të mirëpresim me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi, mirëpresim se edhe kolega ime Merita dhe kolegët e mi atje që janë Ariani, është Ardi, Bardi në regji që mezi presin, se kam thënë nëse nuk e gatuan dikush nga Elbasani, kjo ballokumja nuk është si duhet, siç po e themi. Atëherë po marrim ftesë dhe po organizojmë që të vinë një puntatë atje. Patjetër, të mirëpresim me shumë kënaqësi. Më thuaj paksa, a ishte e vënuar paksa kjo shpallje e trashëgimisë kulturore, jo materiale ballokumës së Elbasanit, apo erdhi në kohën e dur dhe më mirë vonë se kurrë? Ato kanë proceset e veta. Unë mendoj që shumë receta qytetare duhen të shpallen trashëgimi kulturor sepse janë të tilla, nuk i gjen në asnjë vend në Ballkan. Kuzhina shqiptare është ndryshe nga kuzhina e Ballkanit. Nuk i ngjason në pothuajse 80% të recetave nuk i ngjason. Atëherë, siç është tava kosit, siç është ballokumja, janë shumë gatime të tjera të jugut dhe të veriut gjithashtu, që për mua duhen shpallur direkt trashëgimi kulturore, sepse janë shumë të veçanta të kjo pjesë. Është shumë e vërtetë. Nuk i gjen as janë unike, janë të shqiptare dhe tik. Dhe pas ballokumës kush e ka radhën mendon? Çfarë kemi në Elbasan?
Bas ballokumet për shembull në Elbasan kemi tavat që Elbasani ma për tavat Tavat si quhen, tavat e tavat me distinguish nga tavat që nuk e njohin shumë njerëz, por është nga tavat shumë të shijshme dhe po ta bësh mirë, pa e bërë mishin e qingjit të mirë, do qepën, do pistili është punë llatar, e thatë, dhe i jep një aftësi gjellës. Pastaj ne kemi për shembull italianë kanë tortellinit. Unë kam folur shpesh për këtë pjesë. Elbasani ka kollak çorbe. Janë njësoj si tortellinit, cilës mund të jenë më të vjetra se tortellinit, po me mishin e gjelit që mbas vitit 3 bëhet me këtë mishin e gjelit. Po. Që ka shumë receta për të zbuluar. E ty cila recetë pëlqen më së shumti që e gatuan me dashuri, jo vetëm pesë shekullore, por më shumë? Jo, unë Elbasani nuk zgjedh dot jetë. Nuk zgjedh dot jetë, pas më kërkon këtë pjesë, nuk zgjedh dot. Nuk zgjedh dot. Me ushqimet që përdorim kemi edhe ne ushqime shumë interesante në Kosovë. Të karastisur, të provosh? Po, urdhër, nuk të gjova? Flasim për ushqimet që bëhen në Kosovë, për shembull ti ke ngrënë ndonjëherë fli që bëhet taman me saç që bën jam vise, bën në shtëpi në Borë, në Kosovë? Kam ngrënë në Shqipëri, jo në Kosovë. Në Shqipëri. Patjetër që flia ka është shumë e veçantë, edhe flia është nga për mua duhet shpallët dhe flia, edhe flia është gati. Apo jo. Po e vërtet. Po? Domethënë nuk të gjova. Po miratoj atë që the ti që edhe flia duhet shpallet. Pikërisht trashëgimi kulturore. Duhet shpallur patjetër. Nuk e di nëse është shpallur apo jo, por nëse nuk është shpallur është absolute që duhet shpallur sepse lidhet edhe dy kombet bashkë. Unë sa kam një informacion nuk është shpallur ende, por besoj se do të shpallet edhe. Do të shpallet urgjentisht. Edhe flia. Po mundur të shpallet. Mirë, tjetër nga ushqimet e Kosovës, çfarë ke provuar, çfarë të pëlqen, që si thoni ju në Elbasan ke lëpir gishtat. Në Kosovë, fatkeqësisht kam qenë shumë rrallë. Kam qenë 2 ose 3 herë gjatë jetës time. Dhe kisha shumë dëshirë të vijë dhe të eksploroja në të gatimet e vetë në Kosovë. Kam gjuar shumë, kam studiuar pjesën e gatimit, por nuk i kam provuar dhe nuk e di realisht se si janë në zonat e veta Kosova me gatimet. Jo, kjo është ajo gjithë ideja që doja të jepet. Ne duhet të ndërveprojmë më shumë me gatimet njëri me tjetrin. Shqipëria dhe Kosova bashkë të dimë se çfarë janë recetat origjinale, autentike të një kombi që është ndarë në diskutim të paditje. Vetëm du të them diçka, nuk duhet të konsumosh asnjë gjë të paktën ja 2 ditë më herët, sepse këtu me brumëra edhe me mishra jemi shumë mirë, ja. Bruma Kosova ka shumë patikisht. Bruma Kosova ka shumë. Kështu që hajde me barkun bosh edhe gatuan ballokumet edhe ne në fakt të servirim në një fli. Pa diskutim. Mirë, me që duke qenë ekspert edhe ushqimit, më thuaj pak sa ne shqiptarët krenohemi tani për sa i përket recetave tona. Ti besoj ke kontakte edhe me kuzhinier, jo vetëm italian, por edhe evropian. Çfarë thon ata? Po, kemi. Kontaktet janë me të gjithë kuzhinierët të botës, sepse edhe këtu ka shoqata kuzhinierësh që bëjnë konkurse të ndryshme, ndërveprojnë me shoqata të tjera të shefëve të kuzhinës në përbot. Po patjetër që thash, kuzhina shqiptare ka veçantinë vet në rajonin e Ballkanit. Absolutisht për mua është më mira se me fare dyshim këtë pjesën. Por siç është kuzhina greke, italiane e tjera, secila ka vetat gjatë gjithë kohës kemi ndërvepruar, kemi marrë, kemi sjell, kemi çuar domethënë recetat dhe produkte, por që sidoq që të jetë kuzhina shqiptare për mua është shumë e veçantë. I ka të gjitha përdorimin, si të bimëve të egra, si të brumave, si të mishit, si të peshkut, çdo gjë. Është e vërtet. Por cilësia si të duket sot në kuzhinën? Flasim edhe për cilësinë për shembull, sepse në fakt ka shumë restorante të mira, qoftë në Tiranë, qoftë edhe në Prishtinë. Unë nuk e gjohë fare si që në the, po gjohë vetëm Tiranën dhe Prishtinën. Po, atëherë cilësia, po flasim për cilësinë e ushqimit. Cilësia, më fal. E pjatave që serviren. Besoj se në marrë produkte shqiptare, cilësia për mua është shumë e mirë, shumë e shijshme dhe tmerrsisht e mirë. Nuk duhet ta ngatrojmë kurrë. Pastaj se ka disa
fermer ose pjesën e rritjes të aktive që merren me shartimin e racave, atëherë pastaj fillon të ndryshon gjithë gjë. Por nëse do marrim produkte shqiptare, cilësia është për mua është fantastike, është super. Në shije. Më thua dhe pyetjen e fundit që kam unë, pse thonë që burrat janë kuzhinierët më të mirë, por në shtëpi nuk janë. Në shtëpi jo, ja lën më shumë grave. Gjithmonë. Nuk bën, në gjithë botën janë vetëm burrat, në gjithë historinë e njerëzimit, janë vetëm burrat kuzhinierë më të mirë. Nuk e di pse, në shtëpi gatojnë vetëm gratë, se kuptova asnjëherë. Nuk e ke kuptuar asnjëherë, ë? Jo, s'kam kuptuar akoma. Mirë, unë të falenderoj shumë, në fakt më vjen keq që nuk kemi pasur mirë këtë dëgjimin mes njëri tjetrit, por unë ty të kam dëgjuar. Dëgjimi është shumë keq, por gjithsesi unë mundova që t'jap disa informacione pak më ndryshe. Por sido që tjetë ishte kënaqësi që të vija edhe në studio në një ditë kur të doni ju. Patjetër. Pa asnjë diskutimi. Po na i sjell ca enë edhe ande, se ndoshta këto enët që ti na the për ballokumën duhet me qenë ekstra. Faleminderit shumë, të përshëndes, gjithë të mirë. Të falenderoj shumë. Faleminderit.